Jemi dorëzuar, jo nuk jemi dorëzuar. Çfarë ndodh tani e tutje? Cili është qëndrimi juaj? U dorëzuat apo bëhet betejë parlamentare? Beteja parlamentare është betejë votash në fund. Është betejë komunikuese, po është betejë komunikuese. Duhet vazhdoj komunikimi, po, patjetër, në gjitha nivelet. Por ata i kanë votat, zoti Boçi. Sigurisht, po kanë votat. Ata do e çojnë në parlament. Po, e kanë çuar në rrugë jo drejt ligjore, antikushtetuese, do e çojnë për votim, nuk pyesin, kanë parlamentin, kanë pushtetin, siç kanë bërë me komisionet hetimore, siç kanë bërë me kërkesat për mocion, me debat për shumë gjëra, domethënë parlamenti është një aneks i qeverisë dhe atje kanë dhe ushtarin e vet, i cili na vonoi dëgjesën e Korçës ja 4 javë, se nuk ishte prezent, se ishte vazhdimisht në avion, dhe ai duhesh të ishte prezent ai dhe ne me mirë besim kërkoshim, pranoshim shtyrjen. Është ke justifikime dhe më pashme. Kemi pranuar. Dhe jemi dorëzuar. Jo, nuk jemi dorëzuar.